Si çdo të hënë pas paraqitjes në SPAK, Sali Berisha u ndal për gazetarët duke komentuar jo vetëm çështjen ndaj tij, por edhe zhvillime të tjera. I pyetur për mbledhjen e gjykatës së lartë e thirrur nga Sokol Sadushi për unifikimin e vendimeve mbi afatet e qëndrimit të akuzuarve në paraburgim, kryedemokrati tha se gjithçka vjen prej Edi Ramës. Do zbatoj urdhrat. Sadushi është një vegël e damkosur e Edi Ramës dhe e tëra kjo ndodh për të lehtësuar eksponentët e partisë krimit. Jashtë vëmendjes nuk mbeti dosja Akshi, ku sekuestruan 40 milion euro pasuri. Berisha shtoi se vetëm 10% e dosjes është bërë publike. Këto që ne dim për Akshin janë as 10% e asaj dosje. Ashtu si dhe në të shkuarën, vijoi me akuza ndaj ish-kreu të SPAK. Do ta shifni radhën tjetër se Vilem Dumani, po ju lutem shumë, bëni një investigim ose pak një check-up në media, se do ketë gjëra shumë interesante. Duhet ishte sot, e kisha gati, mirë po doli një dokument për Guinness. Berisha akuza kishte edhe për Irena Gjokën. Tani me gjeni një zyrtar që në 3 vite ka marrë, në 4 vite ka marrë 3 pasaporta, kjo quhet vetëm Irena Gjoka, e cila ose i ka shit këto pasaporta, ose çfarë ka bërë, por nuk ka deklarata se i ka humbur pasaporta. Kryetari i Partisë Demokratike pranoi se ndryshimin e emrave gjyqtarja e ka bërë edhe kur ai ishte kryeministër. Po pse me kate fare ka qenë qeveria ime thuti? Po ka ndodhur, ka korruptuar në një ajo, pa diskutim. Për mediat edhe njëherë apeloi për pjesëmarrje në protestë.